Tani jemi në rregull. Filozofia apo filozofia? Dhe kemi shumë veta sigurisht që përdorin fjalën filozofia në shqip, por unë e përmenda filozofia dhe do ta sqarojmë pse, sepse është një term që është përdorur nga profesori im Petr Zhej, dhe ai e quante filozofia, jo filozofia, por filosofia. Okej? Dhe në fund fare të kësaj videoja, ose kur t'jemi në mbarim, unë do të jap disa shprehje të profesorit Petr Zhej në lidhje me filozofinë, sepse në fakt ai ka qenë një filozof shumë filozofin më i mirë që ka patur Shqipëria, okay. Në rregull. Kështu që pikërisht do të flasim për këtë gjë. Por filozofia është një diçka që e kanë bërë sigurisht greke, filo, do të dashuri, prirje ose dëshirë për diçka, dhe filosofia, e thon ata, ose kështu në mënyrë zyrtare, quhet pra urtësi, mençuri, gjykimi i thellë dhe aftësi për të kuptuar dhe zbatuar të vërtetën. Kështu thuhet në librat ose në vendet, pra filozofi. Filozofi nuk do të thotë se dikush e zotëron urtësinë, por se e do dhe kërkon atë. Në fakt, termi filozofi lidhet në mënyrë tradicionale me Pitagorën. Kush ka dëgjuar Pitagorën? Ngri dorën. Okej, ke dëgjuar? Super fare. Në rregull, atëherë do flasim pak diçka, pastaj do të bëjmë pyetje kush ka. Kurse këto njerëzit që shkruajnë komente kështu si jo të mira, ti mbajnë për vete. Këtu jemi për të ata që dëshirojnë të mësojnë, ata që nuk dëshirojnë të mësojnë, mos mësojnë. Termi filozofi pra lidhet tradicionalisht me Pitagorën, sipas një tradite të mëvonshme, kur njerëzit filluan ta quanin Pitagorën si Sofos. Katerina më korrigjo në greqi, student e Lotus Ocean. Po, si thënë në greqisht, Sofos? Sofokli, Sofos. Që do thot i urtë i mençur, dhe pra njerëzit e thrisnin Pitagorën, hey, Sofos, domethënë hey. Dhe ai thoshte që jo, unë nuk jam Sofos, nuk jam njeri mençur, thoshte Pitagora, Pitagora. Dhe ai përgjigji pra se nuk ishte njeri i urtë, por nuk ishte një Sofos, por ishte një filosofos. Pra një filozof. Pra një dashamirës i urtësisë, ose kërkues i mençurisë, domethënë kërkon që të bëhesh më shumë, të kesh më shumë dituri, sepse një njeri që thot unë i di të gjitha, është një njeri që s'ka për të ditur kurrë të vërtetën, pa kohë. Okej, dhe TikToku jemi në rregull? Në rregull? Bukur. Mirë se erdhët. Atëherë do të mësojmë pak si është shkollë kjo. Është shkollë. Shqipnerajen është shkollë diturie për filozofinë. Sigurisht ne nuk e dim që ka ndodhur kjo ngjarje pikërisht me Pitagorën nga ana historike, por ajo pasqyron pra shumë bukur kuptimin që mori më vonë fjala filozofi. Pra jo pretendime se dikush e zotëron urtësinë, i di të gjithë gjërat, si më thënë, por për ulësinë për ta kërkuar dhe dashur ato gjatë gjithë jetës. Sepse sa do rrojmë do bravo, do mësojmë. Një njeri që thot pra unë dua sigurisht, pra unë nuk di, po dua të mësoj, atëherë është në rrugën e dur. Nëse thot unë i di, unë kam 30 vjet që jam profesor i fizikës, unë kam bërë filozofi. Ndërkohë që s'din asnjë gjë. Madje nuk din as fjalën filozofi fare, që do ta sqarojmë, okay? Nuk din as fjalën filozofi, nuk din as bëjnë filozofi dhe nuk din të kërkojnë të vërtetën me përullësi. Domethënë, ndaj hyjnores, ndaj universit që di gjithmonë më shumë se neve. Sigur jemi klasë parë, bravo, bukur. Atëherë kush e përdori më shumë termin filozofi? Tradicionalisht, pra, i thash, atribuohet Pitagorës në shekullin 6 para erës së sonë, por ai u bë i njohur, termi filozofi u bë i njohur dhe mori kuptimin e plot fal veprave të Sokratit. Kush ka dëgjuar për Sokratin? Ngri dorën. Bravo.
Sokrati e përdori filozofinë si metodë për të kërkuar të vërtetën përmes pyetjeve. Bënte pyetje dhe ai përgjigje dot apo jo? Në qoftë se përgjigje dhe mendoj pra është duke bërë filozofinë. Por edhe Plato themeloi një sistem të gjerë filozofik dhe akademik. Aristoteli e sistemoi filozofinë në degë të ndryshme dhe ndikoi në mendimin perëndimor për më shumë se 2000 vjet dhe e shkatroi fare, si në thënë diturinë e vërtet. Rënia e Aristotelit mund ta dëgjoni tek videot e mia me profesor Petr Zhenj, për studentët e mi, ose sigurisht në librat e tij, sidomos libri i aforizmave. Në mesjet, filozofia u zhvillua më tej nga mendimtarë si Thomas Aquinas, keni parasysh, ndërsa në epokën më moderne, Descartes, Immanuel Kanti, Friedrich Hegel, e shumë të tjerë, janë më modernët. Por as ata nuk kanë gjetur në gjë kështu si çfarë, me thënë drejtën. Mund të futeni në kokën e tyre, por filozofinë e vërtet do ta sqarojmë pra sot në këtë video se çfarë është tamam dhe se çdo kush mund të arrijë filozofinë, sepse çdo kush dëshiron të di të vërtetën. Në qoftë se ti dëshiron të dish të vërtetën dhe ke një sjellje të duhur ndaj të vërtetës, atëherë po bëhesh filozof. Okej? Degët kryesore të filozofisë në përgjithësi që kemi dëgjuar në shkolla është metafizika, pra studion natyrën e realitetit, pra çfarë është shpirti, a ekziston Zoti, çfarë është ekzistenca, çfarë është koha dhe hapësira. Epistemologjia studion dijen, a është diçka e vërtet, çfarë është njohuria, cili është ndryshimi midis dijes dhe besimit. Për shembull, ne kemi qenë në epokën e ujorit, 2000 vitet e fundit, tani ne kemi qenë në epokën e peshqve, tani jemi pra në epokën e ujorit. Epoka e peshqit do të thotë unë besoj, epoka e ujorit do të thotë unë di. Tani dhe i ditë gjëra, tani ke video, tani mund të dëgjosh mua. Po bukur, do flasim edhe për atë. Do me thënë, kjo është, si thua. Në rregull, dega tjetër e filozofisë, logjika, studion arsyetimin e saktë, si ndërtohet një argument i vlefshëm, si dallojnë gabimet për arsyetimin. Në rregull, etika, kemi etikën dhe estetikën. Kocsi për ta përmendur pak. Etika studion moralin, çfarë është e mira, e keqja, dallimi midis të mirës dhe të keqes, çfarë është virtyti, kurse estetika bukurinë, artin, filozof, kur të thënë aspektin e bukurisë së fjalës, gjithashtu një vepër arti, apo jo? Filozofia politike, pastaj drejtësia, shteti ideal, çfarë të drejtash ka njerëzit e këto gjëra që është shumë keq në epokën e Kali Jug, ku kemi qenë 4000 vitet e fundit. Filozofia e shkencës, pra metodat shkencore, teoria shkencore, që dhe ajo ka qenë skandaloze këto 100 vitet e fundit, dhe filozofia e mendjes, çfarë është vetëdia, si lidhet mendja dhe trupi. Në fakt që këto gjëra pra quhen degë të filozofisë, por unë i bëj këto tek seancat e meditimi Lotus Ocean që bëjnë me mua, studentat e mi Lotus Ocean din tani më shumë se sa të gjithë pak a shumë këto filozofët që kemi përmendur, sepse dituria e vërtet tani në fakt ka ardhur për njerëzit që dëshirojnë të dinë. Nëpërmjet pra meje dhe diturisë vedike, e cila sqaron shumë saktë çfarë është filozofia dhe si filozofonin njerëzit në kohët e lashta, sepse njerëzit nuk është se kanë filozof nuk është se ka patur në shekullin 19 dhe kaq. Okej? Filozof ka patur gjithmonë. Vetëse mund ta quhenin me emra të tjerë, që do i përmendim pak tani. A jemi të qartë? Gjithë juve syt që po na shikoni nga TikToku dhe Instagrami? Edhe pse fjala filozofi pra është quajtur greke, që Greqia s'ka ekzistuar fare në atë kohë, dhe nësa për kuriozitet, profesor Petr Zhenj fakt më ka dëshmuar që gjithë të filozofët grek më të lashtë, pra para Aristotelit, si thuash, ndoshta dhe bashkë me Aristotelin, pra flisni gëgnisht, s'ka patur greqishte. Po kjo është temë tjetër. Dhe pastaj pra dhe këta në kohën e Aristotelit dhe më tuti u shitën, domethënë dhe nuk ka patur, nuk është filozofia më vonë e saktë, pra dhe shkenca klasike punon me filozofinë të Aristotelit, më lidhet me atë dhe nuk është e saktë. Edhe pse vetë fjala filozofi, ashtu quajtur greke në mënyrë botërore,
Tradita të thella filozofike kanë ekzistuar dhe në qytetërime të tjera. Rregull? Kanë ekzistuar edhe më përpara. Kanë ekzistuar edhe më përpara. Okej, për shumë në Indi, sistemet si Vedanta, Yogya, Nyavya, Upanishadet, Vedat. Në Kin, Confucius, Laozi, Persia, Egjipti lashtë. Okej? Pra kanë bërë filozofi këta, apo s'kanë bërë filozofi? Kanë bërë diçka. Përshëndetje. Filozofia, po kemi temën e filozofisë. Okej, e përshëndesit ashtu, bukur. Filozofia rrjedh nga një burim I vetëm që është më e lashta dhe më e sakta, në fakt për mendimin tim nga gjithë studimet që unë kam bërë gjithë mbi 20 vite, e kam lexuar shumë libra sigurisht, por mund të lexoj sa duash, por dituria e vërtet mund të vi vetëm nga një guru që është super I evoluar. Dhe në rastin tim, unë kam patur shumë fat që kam takuar, si që juve shumica e dini, që quhet mjeshtri vedik Prashant Trivedi. Dhe ai pra ka sqaruar diturinë vedike, që në fakt është filozofia primordiale, ose immortale, pa vdekshme, sepse është një gjë që është e vërtet gjithmonë, ajo lidhet me filozofinë. Nëse nuk është e vërtet, nuk është filozofi. Sipas Vedave, okay, le të shkojmë pak tek Vedat, okay? Ved do të thot pra parimet e pastra immortale të pavdekshme që ndodhen brenda tingullit të krijimit. Dhe do të thënë për këtë do të dalem pak, por përpara se të shkojmë te kjo, në fakt, një term I rëndësishëm në sanskritisht që e përmendin është darshana, do të thotë të shohësh vizionin, perceptimi drejt për drejt, të vërtetën të shohësh. Dhe profesori Petrezhe thot filosofia lidhet me sofia, do thotë të shof. Ein sof, kur ka dëgjuar? Do të thënë nëse ti e shikon të vërtetën, aty është filozofia. Në traditat vedike nuk flitet shumë për thjesht termi filozofi, në kuptimin grek, si thua të dashurisë për urtësinë, por për darshana në mënyrë për të parë realitetin ashtu siç është. Dhe sipas tyre kemi një qenie hynore që është mbi perëndit që quhet Narayan, kush ka dëgjuar, ose Vishnu, dhe Shiv ose Shiva, dhe kur shikon nëse një njerëz thuaç në kohë të lashta shikonte këtë Shivën, do të thënë mund ta shikonte siç ishte, ajo quhet darshan. Dhe pra është vizioni I hynores që ti shikon, sepse hynorja e di realitetin, e di të vërtetën. Dhe ti mund të marrësh të diturinë nga hynorja dhe atëherë ajo është filozofia. Okay? Pra filozofia, si thuash greken, që në fakt është Pellaski, ose pas Pellaski, do të thot pra lidhin të lashtë tanë, si thuash e lidhin filozofinë me çfarë është e vërteta, okay, përmes logjikës, dialogut, arsyetimit, kurse traditat vedike thonin si mund ta përjetoj të vërtetën. Nëpërmjet disiplinës, nëpërmjet meditimit, që në fakt meditimi lotusoshëm që unë bëjnë aty mëson filozofinë e vërtet, dhe sekretet e jetës. Pra me disiplinë, me qëndërzimin e trupit, me qëndërzimin e zërit, dhe me qëndërzimin dhe disiplinën e fytyrës në fakt. Okay? Pra, jo vetëm duhet ta realizosh, ta kuptosh të vërtetën, dhe në fakt kot sa për kuriozitet, shkollat klasike vedike, traditat vedike përfshin 6 sisteme kryesore filozofike që quhen Sad Darshana, pra 6 vizionet, Naya quhet logjika dhe arsyetimi, Vaisesika natyra e materies, kategoritë e ekzistencës, Samkhya dallimi midis vetëdijes dhe natyrës, pra Purusha dhe Prakriti, Yoga disiplinat praktike për ta realizuar, pra duhet bësh diçka me trupin që të marrësh dituri. Nuk është se vjen duke mbyllur syt dhe do të vijë te ty. Nuk është ashtu. Duhet ta meritosh. Jo të gjithë e meritojnë sepse nuk e kanë kërkuar. Mimamsa, interpretimi vedave dhe rëndësia e veprimit, pra karma, dituria e karmave, do të thënë krymjeve, bërjes së veprimeve të duhura në mënyrë që ti të njohësh të vërtetën, okay? Pa vuajtje. Por duke kryer veprime të duhura, dhe Vedanta, kuptimi përfundimtar I Upanishadeve,
dhe dituria mbi Atman, shpirtit, okay? Sipas traditës vedike, qëllimi nuk është të bësh një debatues i mirë apo të grumbullosh një uri teorike, por të fitosh një uri të vërtet dhe aty që quhet nirvana ose moksha. Pra, ti del nga matriksi, domethënë sepse ti ke arritur të gjesh të vërtetën. Një ide përsëritur në Upanishad dhe është gjithashtu urtësia e vërtet nuk është informacion, okay? Por njohja e vetvetes. Për të kuptuar termin vet, do të kthehemi në fillimin absolut të krijimit. Pra, kush e krijoi botën? Kush e din kush e krijoi botën nga këto komentuesit? Aha. Bukur, asnjëri? Në kohën kur në qell nuk ishte qell, si thua, në kohën kur në univers nuk ishte tokë, nuk ishte ajër, nuk ekzistonte asgjë, nuk ishte yje, nuk ishte një formë ekzistence. Atëherë, pra, si thua, ishte parashakti ose një qenie pa përcaktueshmëria, dhe pastaj u krijua një qenie që quhet Brahma ose krijuesi i botës. Ai nis procesin e krijimit dhe kur krijimi fillon, ai reciton tinguj të caktuar, reciton tingullin të cilën Gurupiti Prashant Trivedi, mjeshtri Prashant Trivedi e ka recituar këtë gjë, ka kënduar dhe është krijuar një crop circle në Angli. Në fakt dhe unë kam qenë në Angli dhe kam parë këtë crop circle sepse ai i këndon, si thua, thot si mantra dhe qenjet e larta 4 do evulosin në tokë brenda disa sekondash ose më pak se 1 sekond. Pra do thot që zëri manifeston gjërat. Por le të kthehemi te Brahmat, si krijoi universin, okay? Dhe si lidhet kjo me filozofinë? Okay, se jemi tek tema e filozofisë. Brahma nis krijimin, procesin e krijimit, dhe kur krijimi fillon, pra i reciton tinguj të caktuar, tinguj të caktuar të cilët në ditët e sotme quhen frekuenca, vibrime, këto vibrime, si thuash, vën në lëvizje procesin e krijimit dhe çdo gjë manifestohet, krijohet, pra materia, krijohet universi, krijon vibrime, materie të subtile, materie më të rëndë dhe materie më të rëndë fare pastaj. Okay? Dhe të gjithë këto gjëra pra i krijon universin ose multiversin. Është kjo strukturë të cilët neve jemi brenda, neve jemi në tokë. Okay? Brenda kësaj strukture, sa për kuriozitet, kozmologjia vedike thot që toka është këtu, është e sheshtë, dhe mbi të kemi 7 planet ekzistencës, botët parajsore, bashkë me tokën 7, po toka nuk është botë parajsore, okay? Këto sipër janë. Dhe poshtë kemi dhe botë më të rënda në densitet, që janë dhe 7. Pra 7 plus 7, 14, kjo quhet universi. Brahma krijoi gjithë universin, ose multiversin, me frekuencë, me vibrim, me tingullin. Në rregull? Sepse çdo gjë që krijohet do të ketë një bazë. Apo jo, pra baza në fakt janë këto tingujt. Dhe brenda kësaj strukture të krijimit, si thua, brenda këtyre tingujve që janë kode, janë frekuenca, sigurisht janë shumë, nuk është për njeriu, është për qeniet që do krijojnë një univers, okay? Janë gjëra shumë serioze. Brenda kësaj strukture, brenda këtyre tingullit, brenda kësaj strukture të krijimit ekzistojnë ato që quhen parime të pastra. Okay? Dëgjojmë se kemi ca komshin që po bëjnë muhabet. Për qef. Brenda kësaj strukture të krijimit ekzistojnë parimet e pastra, sepse çdo gjë që krijohet ka një bazë, apo një bazë të caktuar të fortë. Kjo bazë logjike, kujdes. Okay? Kjo bazë logjike e krijimit përmban disa parime të pastra themelore. Dhe këto parime të pastra themelore quhet filozofi. Pra ka të bëjmë me krijuesin, ka të bëjmë me energjinë shakti, me forcën. Okay, filozofia nuk është për këdo, është për gjërat, për njerëzit që të kërkojnë evolim shpirtëror, por edhe për mirësim të trupit, të shëndetit, të fizikës dhe të mendores, të mendjes.
Pra, këto parimet e pastra janë filozofi dhe sipas vedikëve quhet filozofi vedike, po një filozofi ka për gjithë botën. Nuk është vetëm për Indin, këto gjëra janë për gjithë botën. Në rregull? Dhe sigurisht universi u krijua për shkak këtu neve në këtë botë çfarë kemi, çfarë shikojmë rreth e përqash, shikojmë natyrën, e cila punon me raportin e art, apo jo? Raporti art, Fibonacci, numri Fibonacci, raporti mesëm apo raporti art, golden phi ratio, anglisht, punon natyra jon, drejt së cilës pra, por natyra ka këtë raportin e art, keni parë apo jo? Frutat kanë këtë raportin e art, çdo gjë, pemët, gjethet e pemëve, gjethet janë në raportin e art. Tani ka një raport të art. Ky është raporti i artit i natyrës, por hynorja që krijon universin është raporti i artit i përsosur. Dhe nëse ne largohemi nga natyra, ne largohemi nga raporti i art, edhe zemra jote nuk punon, nuk i afrohet raportit të art, do të thotë je njeri i smur, je njeri drejt shkon në gjendjen e ferrit. Kur largohesh nga ky raport i art, ajo harmonia brendshme brenda zemrës dhe qenies tënde humbet përputhjen me rendin natyror, me këto parimet e pastra, atëherë je drejt rënies së shpirtit. Okej? Pra, filozofia nuk është ajo që shumica e njerëzve mendojnë si një sistem mendimesh, apo të ardhura nga Aristoteli apo nga filozofët, nuk është mendim. Në fakt është të mos mendosh. Filozofia përfshin procese që të ndihmojnë të bësh më shumë në harmoni me universin. Pra më shumë në përputhje me vibrimin origjinal të krijimit, me tingullin e krijimit, sepse çdo gjë është krijuar me tingullin. Edhe ti kur flet krijon. Edhe unë tani kur flas krijoj. Të vërtetën sigurisht, këtu po flasim për të vërtetat. Edhe ti ku mund të çdo njeri që flet mund të flasë të budalliqe dhe krijon manifeston budalliqe. Për shembull, ose të vërtetën, ose gënjeshtrën, varet nga njeriu. Pra, pikërisht, vibrimi origjinal i krijimit quhet veda, ose ved. Dhe këto vedat janë pikërisht ato vibrimet fillestare, vibrimet e tingullit primordial. Me kalimin e kohës, këto vibrime u transmetuan përmes një gjuhe dhe u përshtaten për ne toksorët, për shembull këtu, për gjuhën, në gjuhën që flasin. Për shembull, ata ne di sanskrit, neve kemi shqipen, dhe sanskritishtja sigurisht përmban të gjithë këto tinguj në mënyrën më të saktë, dhe ato shprehen në formën e vargjeve tingull, pra kodet zanore. Në sanskritisht quhen 3 veda që quhet Rig Veda, Yajur Veda dhe Sama Veda. Sama Veda quhet veda e tingullit, Sam, dhe në fakt lidhet me shqipin, sepse sanskritishtja dhe shqipja është pjesë e sanskritishtes. Okej? Lexoni shqipe sanskritishtja e profesorit Petrozhej. Për të parë ngjashmëritë midis shqipes dhe sanskritisht. Sam do të thotë za, po vjen nga sa do të thotë za në sanskritisht, po do të thotë shqipja za ose zëri, z. Nga cila vjen në anglisht e mori pastaj sound. Okay? Në rregull? Kishte njerëz detyra të cilëve në tokë ishte të ruanin dhe të përcjellin këto tinguj të vetave nga një brez në një brez tjetër. Dhe si transmetoheshin këto detyri, pra kjo filozofi e krijimit nga zëri. Pra fliste një guru dhe tjerët i mësonin. Ja, për shembull juve tani po mësoni nga mua, për ata që kanë që po dëgjojnë. Sidomos studenta lotusoshën që po dëgjojnë në mënyrë me trup të qëndërzuar do ta kuptojnë më mirë. Këto që po them. Dhe domethënë këto kodet, këto zanoret janë vedat. Dhe është filozofia. Si ta kuptojmë që këto tinguj? Për shembull, alfabeti në anglisht ka 26 shkronja, apo okay, A, B, C, D, E, etj. Këto 26 shkronja janë tinguj, apo jo? Ke zanore, bashkëtingëllore, A, B, janë tinguj që i bën goja. Pavarësisht shkruan me shkronja, janë kode, por me këto 26 shkronja ti mund të krijosh fjalë, fjali, kuptime, gjuhë. Mund të krijosh gjuhë. E njëjta gjë, edhe këto kodet që Brahma, domethënë me diturin pra Shakti, me këtë tingullin e dur që krijon gjithë universin, ajo përmban pra parimet e pastra dhe ato janë bloqet kryesore, ajo është filozofia e jetës. Në rregull, pra,
Vedat janë bloqet themelore të universit, prej të cilave burojnë të gjitha sistemet e dijes. Prej këtyre vedave ose prej këtyre tingujve dalin dituri të ndryshme si matematika, fizika, kimia, muzika, gjuhët e çdo gjë. Tani kalojmë tek pra për të kuptuar sigurisht filozofinë vedike, unë i bëj mësim tek meditimi lotososhëm, kur ti flet nga qendra e gojës, këto parimet e pastra dhe ti rrit vibracionet e tua. Për të djegur karmat e tua të këqija dhe për të krijuar pra një jetë më të mirë. Që tani deri në përjetësi. Profesori Petrozhej mbi filosofinë. Okay? Çfarë është filosofia? Profesori Petrozhej pra ishte një nga filozofët më të mëdhenj që ka pasur Shqipëria dhe më ka mësuar dhe mua sepse unë kam qenë studente e tij 3 vitet e jetës, 3 vitet të fundit pra të jetës së tij. Okay? Dhe kam shumë dituri që kam marrë nga profesori Petrozhej dhe unë jam shumë i njohës edhe për profesorin Petrozhej dhe sidomos për gurun Prashant Trivedi që më ka mësuar, domethënë kodi E i algoritmi simbolik nga profesori Petrozhej teorikisht, por kodi E tani unë e praktikoj, pra nëpërmjet teorisë, nëpërmjet diturisë vedike të mjeshtrit vedik gurus Prashant Trivedi. Pra, jemi në një nivel më lartë. Okay. Rregull? Disa thënie të tij mbi filozofinë dhe di që është dikush që po pret për Spinozën, po. Disa thënie të profesorit Petrozhej mbi filosofia, okay? Fjalë, filloj dhe Sofia, thoshte ai do thotë shoh. Pra, kur ti shikon të vërtetën, ashtu siç e vërteta është, pra ajo është filosofia ose filosofia. Filosofinë, thot profesori Petrozhej, e kanë filluar në moshën 13 vjeç. 13 vjeç. Duke kaluar tek Spinoza dhe tek gjithë filozofët të mëdhenj, thoshte ai. Pavarësisht sa kam mundur të mësoj apo përvetsoj, ato hyn tek mua, thot Petrozhej. Unë kam lexuar atë Buz Lanës në frëngjisht, i lumtur sa s'ka. Frëngjishtja e tij ishte e madhe, sepse profesori Petrozhej dinte shumë mirë frëngjisht, ishte në fakt mjeshtri i frëngjishtes, dhe ka dhënë shumë arsyetime, gjërat sigurisht që pse lidhet domethënë me frëngjishtën, sigurisht këto gjëra më ka thënë mua në fakt edhe të tjerëve. Petrozhej thoshte prapa gjuhës qëndron një filozofi që neve duhet të jemi në gjendje ta nxjerrim në tipare thelbësore, pra qëndron një vizion i lashtë mistik, i vërtet i realitetit. Petro thotë që i kam studiuar kur ka qenë i ri, pra të gjithë filozofët që kanë qenë në kohën e tij dhe më përpara. Mendja ime, thoshte ai, punon filozofikisht. Të gjithë filozofët superohen se bien në kontradikt me veten deri diku. E vërteta nuk të jepet me një herë në dorë, do ta kapërcesh atë. Është një kalvar i tërë. Unë kam arritur të vërteta, thot ai, por sa kam vuajtur, sa net pa gjumë, sa dëshpërime, sa gjëra kanë në mangët, 4 herë në çmendi. Kurse ti Afrodita më tha mua, ti po e merr kollaj, Zoti të ka bekuar. Sigurisht unë jam shumë injose për mësimet që kam marrë nga profesori. Profesori Petrozhej thoshte se unë mendoj matematikën si filozof, jo thjesht si matematik, por si diçka më tepër. Kështu ishte edhe Leibnizi, deri diku dhe Newtoni. Leibnizi, thoshte ai, u mor me shqipen. Ka disa shkrime dhe në fakt dhe tek libri Vizioni mistik i universit dhe norvegjiштja që unë ka bërë libër dhe botuar, kemi studiuar zbërthyer gjithë norvegjishtën, ose gjithë fjalët skandinave, me profesorin Petrozhej, që është bërë libër, pra, aty përmend edhe kjo gjë. Kur Leibnizi thotë që fjala hund në shqip, pra e kanë marrë në gjithë gjuhët gjermanike pak shumë, dhe norvegjishte, edhe hunde, domethënë i thon hynd, i thon qenit apo zagarit, sepse gjëja kryesore tek zagari ishte hunda. Këto quhen huazimet të shqipes. Shqipja është shumë e madhe, shqipja është filozofike.
Po, dhe Petro thoshte, mua më kanë nxjerrë jashtë klase plot herë, ishte ora e filosofisë. Gerald Bogdiu shpjegonte disa gjëra në klasën e tij. Kur më thiri mua 17 apo 18 vjeç dhe i bëri një pyetje. Unë u zgjerova kaq shumë sa që ai u habit, sepse Petro ishte marrë me filozofi që 13 vjeç. Unë e zgjerova kaq shumë dhe ai veç më shikonte dhe më tha, po pse vjen shkollë ti ore? Shiko, Petro, mos flit shumë, notën e ke maksimale. Okej? Unë thoshta i lexova Spinozën që 13 vjeç. Profesori fizikës i tij tha, kjo formulë që Petro kishte shkruar në dras, kjo formulë nuk mund të shpjegohet kështu për do matematikë të lartë. Unë i thash, po ja ta demonstroj unë. Hajde, tha, bëj në tabelë. Edhe unë e bëra. Ai tha shumë mirë. Kopjojnë edhe juve të tjerët. Të klasës filluan të thonin, herës tjetër do na i shpjegoj Petro. Si përfundim, mbaroi mësimi dhe më thiri veças. Shiko Petro, mos ma bëj këtë herës tjetër, tha mësuesi i tij. Unë kisha hall tjetër, kisha ca goca të bukura, ajo që më shtyu mua ishte një sfidë e njeriut krenar, keqe. Shprehjet e Petros janë shumë të fantastike. Më tha notën ja ku e ke. Dhe nxori jashtë klase. Mi për çfarë ndodhi, nuk duhet unë të merja medaljen art dhe më ulën notën, sepse isha Petro Zhej. Gjua ka brenda një filozofi të jashtëzakonshme, thoshte profesori. Dhe një të vërtet, e cila mund të nxirret me algoritmi simbolik dhe me anë të shqipes. Është një pasuri pra shumë e madhe. Por gjua ka brenda filosofin e filosofive, që quhet perennis filosofia. Kush ka dëgjuar? Dhe ti mund ta njohësh këtë gjë vetëm kur zbërthejnë gjuhën. Për shembull, unë kam qenë stërvitur nga profesori Petro Zhej në 3 vjet për të zbërthyer gjuhën norvegjishte dhe në fakt e kemi zbërthyer dhe është bërë dhe libër Visioni mistik i universit dhe norvegjishtja dhe kjo ishte detyra që ai më la mua. Kur bën masterin, do të bësh një detyrë apo jo? Pra, brenda gjua ka atë që quhet perennis filosofia, filosofia e filosofive. Ti atë e nje kur zbërthejnë gjuhën, ti bësh filosofia të gjithë filosofëve. Afrodita. Në gjuhë pra, thoshte profesori kanë ngrirë dhe janë varrosur të gjitha. Tani kur zbërthejnë gjuhën, sigurisht, mëson dhe nga filosofia, shkenca e të gjitha shkencave. Por duhet një çelës kopil të hapi të gjitha dyert që janë të mbyllura. Algoritmi simbolik ndryshon vizionin mbi botën. Ta heq frikën se Zoti është dashuri dhe vetëm mirësi. Okej, u kënaqet? Kjo ishte e gjitha. Nëse ka ndonjë pyetje dikush, mund ta thot tani, pyetje me logjik. Po kënaqet? Shumë bukur. Mirë, atëherë do të takohemi në herë të tjera, tema më interesante. Në fakt unë nuk e di, ja vlen, për ndoshta do bëjmë edhe një video tjetër për eksperiencat që mistike që Petro Zhej ka përjetuar. Mund të bëjmë një video me kismet. Atëherë do t'ju lajmëroj. Më ndiqni në rrjetet sociale dhe do të dëgjohemi patjetër.